Mirë, rikthehemi, flasim pak për raportet që do ketë ai me politikën shqiptare. Skënder, ne e kemi provuar në dy krahat e barrikadës, edhe kemi parë që në fund fare një ambasador i Shtetit Bashkuar vjen dhe punon me qeverinë. Patjetër. Dhe ka treguar këtë në kohë krizash, sidomos edhe me qeverinë e mëparshme dhe me qeverinë aktuale, sigurisht në përputhje dhe me agendën e Shtetit Bashkuar në rajon ku Tirana është parë një pamje strategjike, një element i rëndësishëm. Por siç e tha zoti Bimo dhe zoti Çeku, pra kjo është një agendë e re, një president i ri i cili ndërkohë i ka lidhjet e veta pothuajse direkte me kryeministrin aktual. Pra përmes dhëndrit të vajzës tij e cila hyn e del tek zyra e kryeministrit, Kimberly Guilfoyle, që është një tjetër personi enturazhit të madh. Ambasadori amerikan në Greqi. Ambasadori amerikan në Greqi, e cila erdhi dhe më pas Katemerini e zbuloi që lobimi i saj për një firmë të rëndësishme greke, e cila flitet që do investojë shumë në minerat të mineraleve të rralla në zonën e Bilishtit dhe të Korçës. Pra le të themi, edhe mënyra se operon për interesat amerikane, sigurisht, administrata aktuale e zotit Trump është temi jo konvencionale, dhe temi. Kjo shkon deri diku përputhet dhe me profilin si operon kryeministri Rama. Pra, le temi, sot Rama duhet gëzohet apo të mendohet për këtë ambasadorin e ri? Unë mendoj Sokol se ambasadat janë relativizuar shumë në kohën e liderëve të fortë. Janë të relativizuara, sepse ai që privilegjohet është komunikimi drejt për drejt, është komunikimi përmes personash të tretë, cilët mund mos kenë ndonjë status të caktuar. Për shembull, sot në Amerikë ka një debat shumë të gjerë, politik dhe mediatik, se si shpjegohet që dy persona pa asnjë lloj tagri institucional, pa asnjë lloj vote nga mbrapa, siç janë dy kryenegociatorët e sotëm të SBA-s, Witkoff dhe Kushner, ti sheh që nga Kremlini e deri në Islamabad dhe janë në rreshtin e parë, ndërkohë që nuk janë as stafe ambasadas, as drejtues departamentit. Po janë njerëz besuar presidentit. Janë njerëz besuar presidentit. Do të thotë, mënyra se operon presidenti Trump. Pra, kjo lloj mënyre ndryshon dhe parimin dhe na çon tek përgjigjja indirekt e pyetjes që me drejt ti kërkon kur vihet një identitet i tillë, domethënë dhe një emërtesë të tillë. Unë mendoj se ambasadat kanë kohë që nuk e kanë atë rol. Dhe po t'i shtosh këtu edhe mungesën e gjatë ambasadorit në detyrë në kryeqytetin tonë, unë mendoj që Tirana institucionale ka kohë që vakumin e krijuar në kryet ambasadës amerikane është përpjekur ta mbulojë me një lloj lobingu të llojit të saj, aq e vërtet kjo sa që Rama ka bërë ndërmjetësimet e veta dhe dihen dhe ka krijuar ekseset e veta, por edhe opozita është përpjekur dhe ajo të bëjë ndërmjetësimet e veta dhe në të gjithë këtë lëvizje shumë lekë harxhu, po vetëm në fotografi ka kap. Jo, faktet tregojnë që as Belindi thotë e kanë bërë pa lekë, kështu që. Nuk lëvizi as non grata, as zgjedhjet nuk patën rezultate ndryshme etj. Pra këtu futemi në kapitull tjetër. Po dua të them që janë bërë kaq shumë vite që në Tiranë ka një vakum të ambasadorit amerikan, sa që Tirana institucioneve dhe politikës është çmësuar paksa me këtë figurë. Prandaj është një lloj rebusi i vogël se si ky ambasador do të jetë në gjendje që ta rivendos selinë e ambasadës në mes të qytetit, aty ku ajo ka qenë prej 30 vitesh de facto, dhe që të marrë rolin e një, siç ne kemi quajtur qysh herët, rolin e një guvernatori të pashpallur të Shqipërisë. Pra, rolin e asaj e atij entiteti që certifikon zgjedhjet, zgjidh sherret, minutën e fundit. Emëron ministra, çemëron ministra. Emëron ministra indirekt. Çemëron kreun e SPAK. Pra, një ambasadë. Emëron kryetarin e PD-s, çemëron kryetarin e PD-s. Një ambasadë e cila pra ka një peshë shumë të madhe në institucionet dhe në jetën politike të vendit. Mbetet për tu parë, nëse Gwen do të vinë në Tiranë, se si ai do të komportohet, spari për çu se po thuat ti nuk ka rëndësi nëse vjen ai, kushdo që të vi, sa kohë është president Trump. Unë mendoj Sokol që politika amerikane ndaj Shqipërisë dhe ndaj një numrit madh vendesh tjera ka ndryshuar që në ditën që Donald Trump artikuloi politikën e
America First. Pra, do të thotë, relativizohet diçka, patjetër se ka shfutur në kaq shumë konflikte sa që nga presidenti i paqes është presidenti i luftës sot, de facto. Megjithatë, ka një lënie pasdore komplet të punëve në këtë kontinent, siç e shohun. Ballkani që është një nëndarje e këtij kontinenti, gjithashtu ndodhet në një lloj inercie, sepse fokusi ka qenë para këtyre luftrave të fundit dhe para lindjes mesme ka qenë në detin e Kinës Jugore, tani u fut dhe lindja e mesme, dhe unë mendoj që vëmendja amerikane është absorbuar mjaftueshëm në rivalitetin e madh gjeostrategjik me Kinën dhe në lindjen e mesme si konflikte konkrete ku më shumti Amerika është tërhequr nga Izraeli, dhe do ta themi këtë gjë. Frok, kjo çon ujt argumenti yt. Atëherë bie që ne duhet fillojmë të mësojmë me këtë normalitetin e ri ku ambasada amerikane është thjesht ambasada e Shtetit të Bashkuar. Kjo është normaliteti, realisht kjo është normaliteti për shumë arsye. Arsyet më të afërta janë se nuk ka punë ambasadori amerikan në Shqipëri, në thonjza. Do të thënë, çfarë punë të Trumpit do bëj në kushtet që është Trumpi sot, kur qeveria e Shqipërisë, Shqipëria politike, është bashkuar me bordin më të rëndësishëm të jetës tij dhe që e ka aset të shmuar. Si mund të thot Donald Trump, ambasadorët shikojnë se nuk i kanë punë të mirë ata. Ambasadori nuk guxon të thotë në gjë të keqe presidentit Trump për Shqipërinë. Do të thonë është një gjë ka pak alegori këtu, por realisht nuk kemi ai nuk ka asnjë problem, ai thjesht do vi të takoj një ushtarak tjetër që është presidenti i Republikës dhe mund të bëjë miqësi me të. Bëjnë muhabet e luftë. Bëjnë muhabet e ushtrie. Desha të them këtë gjë që pse nuk ka sot në rëndësi, në mendjen tonë është ambasadori amerikan. Realisht nuk është. Jo, ideja është që ju argumentohet pse nuk ka rëndësi. Pyetja ime është, a është ky lajm i mirë apo jo? Është një lajm shumë i mirë, sigurisht është një lajm shumë i mirë, sa shiko. Ne jemi një vend që kemi filluar të angazhohemi me iniciativa politike, strategjike, globale, siç është bordi, siç është angazhimi pro Amerikan ndaj Iranit, siç është angazhimi ynë në Bashkimin Evropian e tjerë e tjerë. Gjë që është një gjë shumë e mirë. Dhe po gjë tjetër shumë e mirë në raport me atë që thonë ju është fakti se këtu nuk ka punë për të zgjidhur, këtu nuk ka punë të vështira, këtu nuk ka punë më. Dhe ndodhemi në një situatë kur ambasadori amerikan është, shiko, ambasadori amerikan ka munguar prej kaq vitesh. Nuk ka ndodhur kur gjë në Shqipëri. Dhe s'ka pse ndodh asgjë. Po megjithatë duhet një ambasador sepse duhet një ushtarak që është shoku i... Jo, ai bën si